2 muaj pasi nisi punën Komisioni Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale, procesi ka mbetur në një ngërç politik si pasojë e bojkotit të Partisë Demokratike. Marrëdhëniet mes palëve janë tensionuar përsëri. Nga 4 mbledhje të zhvilluar deri më tani, vetëm një ka pasur pjesëmarrje të plotë të përfaqësuesve të opozitës, çka ka penguar ecurinë normale të punimeve. Mazhoranca e konsideroi pjesëmarrjen e PD-s si të domosdoshme për vijimin e procesit dhe caktoi një afat për rikthimin e saj në komision. Megjithatë, mbledhja e radhës u zhvillua pa praninë e opozitës, e cila paralelisht zhvilloi takime të brendshme me selinë e saj. Situata u shoqërua me përplasje qëndrimesh mbi mënyrën e thirrjes së mbledhjeve dhe funksionimin e komisionit, duke e thelluar krizën institucionale. Nga ana tjetër, drejtuesit e komisionit argumentuan se opozitës i ishin ofruar garanci shtesë për përfaqësimin dhe bashkëdrejtimin, por mungesa e saj kishte sjell humbje kohe në një proces që duhet të përfundojë brenda afateve të përcaktuara, konkretisht deri në korrik 2026. Për të shmangur bllokimin, mazhoranca propozoi ndryshime në përbërjen dhe drejtimin e komisionit të posaçëm, duke rritur numrin e përfaqësuesve të saj dhe duke ndryshuar formulën fillestare të barazisë mes palëve. Dhe ja ku jemi në studio për të folur pikërisht për reformën territoriale, në fakt një nga 2 reformat më të rëndësishme që pritet të mbajë Parlamenti i Shqipërisë gjatë muajve në vazhdim, përfshir edhe reformën zgjedhore, për cilën komuniteti ndërkombëtar, sidomos vëzhguesit që monitorojnë zgjedhjet, kanë gjithmonë rezerva dhe kërkojnë ndryshimin e ligjit të zgjedhor. Kam kënaqësinë të kem në studio për herë të parë deputeten e Partisë Socialiste zonjën Romina Kuko, me cilën do të flasim sot si anëtare e Komisionit të Posaçëm për reformën territoriale, për parimet mbi cilat është ndërtuar kjo reformë dhe do të ndërtohet. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, Sonja, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Cilat janë parimet që do të udhëheqin deputetët e Kuvendit të Shqipërisë kësaj herë për reformën territoriale? Parimet të cilat kanë udhëhequr dhe reformën e parë. Kur ne bëjmë një reformë territoriale, duhet kuptuar si një reformë e cila në një farë mënyrë rikalibron jetën në territor, që të mos e bëjmë shumë abstrakte. Sigurisht. Kur flasim për ribërjen e bashkive, kur flasim për riorganizimin e jetës në territor, patjetër që do të marrim parasysh në radhë parë demografin, duhet kemi parasysh që ne kemi patur lëvizje shumë të mëdha demografike brenda këtij 10 vjeçari, pra nga reforma e kaluar deri në reformën e tanishme. Sigurisht realitetin ekonomik të disa bashkive, duke patur parasysh që disa bashki tani kanë marrë një profil edhe më të veçantë kur vjen puna për pjesën e turizmit, për pjesën e mënyrës se si gjeneron të ardhura dhe të koezionit. Është shumë e rëndësishme të përmendim koezionin, sepse ne nuk duam të kemi një Shqipëri me 2 shpejtësi, duam të kemi një Shqipëri ku qytetari merr shërbimin njësoj në secilën bashki. Pra nuk shef ku përkasun në cilën bashki, po si e marrun pjesën e shërbimit. Çfarë nuk shkoi për shembull me reformën e vitit 2015, që pas rreth plot 11 vitesh, ajo kishte nisur në vitin 2014 me komisionin që drejtoi aso kohë nga Indiri Bashkim Fino, por çfarë nuk shkoi me reformën e 2015-s që duhet rivitalizuar tani, duhet ndryshuar? Lëvizjet demografike ju i shpjeguat që janë të shumta në fakt që kanë ndodhur. Nuk ka diçka që nuk ka shkuar në vetvete me reformën e kaluar. Reforma e kaluar ishte një përgjigje ndaj një territori të super fragmentarizuar. Unë kam mbuluar portofolin e pushtetit vendor në Ministritë Brendshme, si zëvendës ministre për shumë vite, për pothuajse 6 vite, dhe ishte e vendosur që kur u bë reforma e kaluar që do rishikohej pas 10 vjeçari. Reforma e kaluar solli 370 e kusur njësi administrative në 61, pra u bë një ribashkim i territorit. Nuk duhet të harrojmë që në qoftë se për shembull ne para 2015-s do të kishim një projekt shumë të madh i cili shtrihej në një territor midis disa bashkive, duhet të merrnim dakordsinë e disa kryetarëve të komunave në ato kohë, disa këshillave komunal. Nuk duhet të harrojmë pjesën e burimeve njerëzore, që kishim 373 njësi vendore, shofer, sekretar, etj. Tani, kritika mund të jetë që është shtuar numri bashkive dhe është e kotë ky argumenti që burimet njerëzore janë shtuar apo janë paksuar, pra kemi një debat të tillë. Po s'duhet të harrojmë që shumë funksione të cilat i kanë takuar qeverisjes qendrore kaluan me reformën e kaluar në qeverisin vendore, duke patur funksionet të deleguara, që flasim gjendja civile, një pjesë e bujqësisë, arsimi parashkollor. Pra, ishte një reformë domosdoshme për kohën.
e cila funksionoi deri diku mirë, sepse e shikojmë tani që bashkitë u bën realitete ekonomike, dhe ndërkohë shërbimi ndaj qytetarëve u përmirësua. Sot jemi në një fazë tjetër. Jemi në një fazë ku kemi, siç e thash, lëvizje demografike, të cilat sjellin nevojën për riorganizimin e territorit. Pra, çfarë kuptimi ka që në një bashki me një popullat shumë të ulët, të kesh maksimumin e shërbimeve, ndërkohë që këto shërbime do duhet të transferohen diku tjetër. Çfarë kuptimi ka që ne mos marrim parasysh që bashkitë vogla, për shembull siç është Himara, me pak 10.000 banor gjatë vitit, kur vjen puna te sezoni turistik, arrin të bëhet një bashki kolosale. A nuk do duhemi ne të përgjigjemi kësaj ekzigjence, a nuk do duhet ne të planifikojmë që të mos kemi më pastaj këto planifikimet rast pas rasti sezonale. Arnimet Eksakt, po të kemi aty. Kështu që kjo reformë është e domosdoshme për kohën. Nuk po themi që kemi dështuar me reformën e kaluar, mund të ishin bërë disa gjëra shumë më mirë, sikur vjen puna për shumë për financat vendore, për mbledhjen e taksave vendore, apo për mënyrën se si u organizuan disa bashki të vogla, por tani jemi në një moment tjetër ku bashkitë nuk do duhet të jenë thjesht entitete administrative burokratike, por dhënëse shërbimi për qytetarët. E kuptoj. Dhe ndërkohë një nga akuzat në fakt ka qenë gjatë këtyre 11 viteve që rrudhja ose të kurrja e numrit të njësive vendore ka sjellë që disa shërbime të mos shkojnë dot tek komuniteti. Për shkak se numri i bashkive ka qenë 61. Kjo nuk qëndron. Ky numër? Do shkojnë nga 61 në 70 bashki apo 75 bashki, si është projekti fillestari socialist? Nuk mund t'ja u jap një informacion të tillë, sepse në radh parë do duhet konsultohet, për fat mirë ne do kemi edhe kolegët e opozitës në tavolinë. Është gjithmonë mirë kur kemi rraje mendimesh edhe mendime të ndryshme. Unë e di që shoqata e cila ka mbuluar bashkitë e djathta ka patur një oponencë të shëndetshme kur vjen puna për pjesën e reformës, por kjo do të kërkoj një konsultim. Pra nuk mund të dalim tani me planin fillestar pa analizuar realitetin ose ta bëjmë në mënyrë statike mbi letër. Duhet të shohim, ndaj kjo është arsyeja pse ne do kemi dhe takime në territor, do të shkojmë, do të takojmë aktor, faktor, do të shohim vetë territorin se si jepen shërbime, po dua t'i kthem pak pjesës së dhënies së shërbimeve dhe kritikës që ka ndodhur. Ne me reformën e kaluar futëm konceptin e asaj që quhet one stop shop. Pra marrja e shërbimeve në të njëjtin sportel. Patjetër dhe pastaj me kalimin e shërbimeve në mënyrë elektronike. Pra nëse një qytetar i Belshi do duhet të shkonte në Elbasan për të marrë një vërtetim të thjeshtë apo një dokument të thjeshtë. Sepse aty banonte për shembull, po ndërkohë aktivitetin e punës dhe tjetës e kishte zhvendosur. Shërbimi jepej në qendërqark, nuk jepej në bashkinë e vogël e cila nuk kishte kapacitetin për t'ia dhënë këtë shërbim, ose ishte organizuar në mënyrë të tillë që duhet të shkojë në qendërqark. Pra do harxhoje para, karburant, kohë dhe radhë dhe çdo gjë tjetër. Me one stop shop, pra me një sportel, e kishte edhe deri shtëpis. Mund të shkonte të merrte vërtetim, mund të shkojë ta marrë vërtetimin e tjera. Kështu që kjo pjesa e shërbimeve nuk qëndron që me rrudhjen me të kurjen më saktë të numrit të bashkive nuk ka shkuar shërbimi ndaj qytetarëve. E kuptoj. Sot po flasim për një realitet tjetër, për një realitet të ri, ku bashkia nuk bëhet punëdhënësi i territorit, pra do ta heqim konceptin që të gjesh punë te bashkia, por bashkia, ashtu siç dhe shteti mendoj unë, është krijuesi i vendeve të punës. Pra mundësi të skemave të mbështetjes për bujqësinë, përthithja e fondeve ndërkombëtare, Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara dhe shumë burime të tjera. Përgjigjja ndaj turizmit, sepse nëse ty të vjen një turist dhe ti ke bujtinën më të bukur në rajon, nëse nuk ke rrugën, ndriçimin dhe gjithçka tjetër, pastaj bie që e ke të pamundur që të mbash biznesin tënd. Zhvillosh infrastrukturë turizmi. A do të jetë në karakterin e reformës së re administrative që sigurisht do të diskutohet dhe me opozitën, siç ti the, dhe ju do të zbrisni edhe në terren për takuar aktor dhe faktor, siç ti the, a do të jetë në karakterin e bashkive të reja dhe fenomeni që e ka përfshirë Shqipërinë tashmë në lëvizjet demografike, turizmi, domethënë, siç ti shpjegove për shembull rastin e bashkisë së Himarës, që mund të ketë 20.000 banor, 30.000 banor, dhe në fakt gjatë sezonit turistik ajo mund shkojë në 200.000, 300.000 banor. Më shumë. Çfarë do të sjellë kjo, një zgjerim të hartës territoriale të bashkisë së Himarës për shembull, ose të një bashkie tjetër kur bymehet për shkak të numrit të vizitorëve? Do të sjellë rikalibrim të shërbimeve. Pra, nëse ne kemi një shërbim të caktuar të vendosur në një vend të territorit i cili nuk i përgjigjet nga ana demografike, nga ana ekonomike, nga ana realitetit që ekziston aty,
do të shihet mënyra se si këto shërbime shkojnë drejt për drejt tek qytetari. Mos harrojmë që do të kemi dhe rikonceptimin e këshillave të qarqeve. Pra, do të kemi dhe do t'i afrohemi konceptit të rajoneve. Në qoftë se Bashkimi Evropian sot funksionon edhe me konceptin e rajoneve, ku ti e zhvillon teritorin në mënyrë më të përgjithshme dhe më të gjerë. Pra, nuk ke këtë betejën bashki për të dhënë lejet apo për të dhënë një dakordsi lidhur me një projekt madh, por qoftë edhe për një lloj mbikëqyrje se si këto bashki funksionojnë. Pra ndarja në rajone e Shqipërisë, në distrikte të Shqipëria është e ndarë në rajone, sepse ne kemi një ligj të ndarjes së rajoneve, po në mënyrë territoriale do të kemi forcimin e konceptit të, nuk e di, do ta quajmë këshillat e qarqeve që do të kenë kontrollin apo rajonet, ky është një diskutim që ne do duhet ta bëjmë. Por do të kemi, thash edhe një herë, një riorganizim duke e parë tani realitetin dinamik siç është dhe jo statik në letër, jo vetëm me statistika dhe me të dhëna, por patjetër me atë çka ndodh në territor. Sot kemi për shembull territore që një vit kanë një zhvillim shumë të madh, një vit tjetër pastaj kemi një territor tjetër që zhvillohet, që duam që të krijojmë një standard në mënyrë që të mos kemi edhe luhatje në mënyrën se si jepen këto shërbime. Ndërkohë, koha ecën me shpejtësi, jemi në muajin shkurt, java e parë e tij pothuajse ka mbaruar, dhe reforma territoriale sipas ambicjes së Partisë Socialiste do të jetë deri në fund të muajit korrik për ta miratuar në parlament. Keni edhe një palë tjetër në komision, siç është opozita, e cila ka deklaruar që do të jetë pjesë e komisionit, pavarësisht debateve që u shkaktuan gjatë ditëve të fundit. A do ja dilni? Të takoni njerëzit në terren, të takoni grupet e interesit, të mblidhni opinionet, të bëni një punë e cila të sjellë një produkt konsensual në parlament kësaj here? Duhet kemi diçka parasysh. Të gjithë anëtarët e reformës administrativo-territoriale nga ana e Partisë Socialiste, por dhe nga ana e kolegëve të opozitës, janë njerëz të cilët kanë punuar drejt për drejt dhe e njohin në thellësi këtë çështje. Që do thotë që ne nuk do improvizojmë, as do shpikim ujin e ngrohtë, jemi njerëz të cilët kemi punuar shumë. Kemi bërë analizat tona, raportet ndërmjet në të cilat kemi parë si ka funksionuar reforma. Duhet themi që edhe zoti Mazniku, kur ka qenë ministri i pushtetit vendor, bëri një hof shumë të madh. Edhe tani ministri aktuali i pushtetit vendor, zoti Demo, ka krijuar një ndërlidhje më të fortë me pushtetin vendor, pra do të përdorim të gjitha burimet në mënyrë që ne të pyesim të gjithë kur vjen puna për konsultimin publik, sepse do duhet të ketë edhe një konsultim publik të gjerë. Këtu nuk përjashtojmë qytetarët, se në fund të ditës kush është përdoruesi final i kësaj reforme? Qytetarët janë qytetarët. Do të thonë, nuk e di, lexoja diku dikoj që thoshte na kanë lodhur me reforma, edhe është e vërtetë sepse fjala reformë është inflacionuar shumë. Po në fakt është shumë e domosdoshme, sepse është përmirësim, është si në një shtëpi. Ka nevojë të përmirësosh diçka në mënyrë që të përmirësosh edhe shtëpia duhet të refreskuar jetën tënde. Se të mërzitet gjithmonë të qëndrosh me tjetër ato rendime. Eksakt, mërzitja amortizohet, ke nevojë për një çik më shumë dritë, ke nevojë për një çik për më shumë gjëra. Kështu që janë njerëz profesionistë të cilët kanë njohuri të thella. Kemi patjetër projektet, kemi projektin Zilceran për bashkitë forta. Kemi disa projekte që mbështesin dhe me ekspertizë shumë të mirë, universitetet, kështu që besoj që pjesa e konsultimit do të jetë goxha e shpejtë. Ngelet patjetër debati politik që është ai që mund të krijojë ngërç. Megjithatë ne kemi thënë është qëndrim politik që reforma do të realizohet, edhe nëse faktorët e tjerë politik nuk kanë dëshirë që kjo të kryhet. Do të thotë që në zgjedhjet e ardhshme të vitit 2027 do të shkojmë me një ndarje të re territoriale. Në qoftë se ne arrim të plotësojmë, që do të arrim të plotësojmë patjetër, sepse është një nga objektivat kryesor për të bërë këtë hof cilësor në reformë, do të shkojmë me një konfigurim të ri. E kuptoj. Dhe pyetjen e fundit e kam pyetje personale politike. Nga zëvendësministre, deputete në një grup parlamentar të madh, me potencë politike dhe burime të shumta njerëzore, si e ndjen veten? Shiko, nuk është shumë e rëndësishme ambienti se ku punon, megjithatë është shumë e rëndësishme çështja me të cilën ti merresh apo çështjet me të cilën ti merresh. Mua më pëlqen shumë t'i futem në thellësi temave, kështu që për sa kohë kam shumë për të lexuar ligje, konsultime dhe çdo gjë tjetër, ndjem shumë mirë. Patjetër dinamika ndryshojnë nga një jetë më individuale në një jetë pak më kolektive, megjithatë mendoj që nëse njeriu sheh punën e vet, kudo është i lumtur. E kuptoj.
Romina Kuko, faleminderit që ishe sot me programin Mirëmëngjes Shqipëri dhe ju uroj suksese në punën tuaj. Ecë më tej, nderuar televizionistë, Radio Televizioni Shqiptar është transmetues ekskluziv i lojrave olimpike dimrore. Vin dy kristi tani në studion ton për të folur pikërisht për këtë gjë.